Ditën e djeshme dhe të sotshme, gjendja është më stabile, më e qëndrueshme. Kam qenë në kontakt me disa nga kryetarët e komunave të cilat kanë qenë të prekur nga vështrimet e fundit. Tash komisionet komunale të cilat bëjnë mirën me vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga vështrimet e fundit kanë filluar të jenë funksional. Qytetarët mund të aplikojnë për dëme të cilat janë shkaktuar nga vështrimet e fundit. Pastaj komisionet komunale i hartojnë gjitha raportet saj përket dëmeve në ekonominë familjare, në biznese, në infrastrukturë dhe pastaj këto raporte dërgohen në kumendat komunale në komunat përkatëse për miratim. Pasi të miratohen këto raporte, atëherë procedohen për nivel qendror, përkatësisht në Agjencinë e Emergjencave. Dhe Agjencia e Emergjencave mund t'i vërtetoj këto raporte, por mund edhe t'i rishikoj. Edhe këtu po është ai problemi që po merr një kohë të gjatë. Kemi raste në disa komuna ende nuk është bërë rimbursimi i bizneseve apo bujqve të cilët kanë qenë të prekur nga vështrimet nga vitet e kaluara dhe për këtë arsye neve si asociacion po mendojmë që krijimi i një fondi emergjent për emergjenca në nivel lokal është i domosdoshëm. Po shihet që vështrimet apo këto dukuri fenomene natyrore janë duke u përsëritur vit pas viti. Po shihet që fenomenet natyrore, vështrimet dhe zjarret janë të shpeshtuara në krahasim me vitet paraprake dhe për këtë arsye intervenimi i nivelit qendror në bashkëpunim me komunat duhet të jetë më koherent. Edhe vitet e kaluara kemi pas vështrime, mirëpo në bazë të informatave që posedojmë si asociacion nga kryetarët e komunave, sanimi i atyre dëmeve në infrastrukturë ka çaluar. Dhe gjithashtu, komunat apo kryetarët e komunave me tyrat vetanake kanë bërë disa intervenime në parandalimin e vështrimeve. Kemi për shembull komunën e Klinës, i cili me tyrat vetanake ka bërë një intervenim dhe sipas deklaratës së kryetarit, po mos të ishte ai intervenim, situata do të ishte edhe më e dëmshme ditëve të kaluara se sa po mos të ishte ai intervenim, situata do të eskalonte edhe më shumë se sa që ka eskaluar këto ditëve të fundit. Neve mendojmë që pas zbutjes së situatës, niveli qendror duhet të bashkëpunojë me nivelin lokal në gjetjen e pikave kushtimisht të nxehta, cilat mund të shkaktojnë vështrime edhe në të ardhmen dhe të bëhet intervenimi sa më i shpejt që është e mundur në këto pika. Kemi problemin gjithashtu edhe në komunën e Malishevës, gjatë këtyre ditëve diga në lumin Mirusha ka qenë në gjendje jo të mirë, gjithashtu edhe kryetari i komunës së Malishevës ka kërkuar që niveli qendror të intervenojë sa më shpejt që është e mundur në digë që situata të mos përkeqësohet. Në përgjithësi, problemi sa i përket rimbursimit të mjeteve po zgjat me vite të tëra. Dhe neve si asociacion kemi kërkuar edhe viteve të kaluara, po kërkojmë përsëri që niveli qendror të jetë më azhur në këtë aspekt në mënyrë që qytetarët, ekonomitë familjare, bizneset, po gjithashtu edhe intervenimet në infrastrukturë të bëhen sa më shpejt që është e mundur. Neve pedim që ende nuk e kemi nivelin qendror të konsoliduar dhe presim që sa më shpejt që është e mundur institucionet e nivelit qendror të formohen në mënyrë që procesi i rimbursimit të mjeteve tek qytetarët të fillojë sa më shpejt që është e mundur, sepse kemi raste ku qytetarët kanë mësuar dëme të jashtëzakonshme në shtëpitë e tyre të banimit, gjithashtu kemi dëme të jashtëzakonshme edhe tek biznese familjare, po gjithashtu edhe në infrastrukturë rrugore. Në të ardhmen neve duhet menduar që burokracia e cila është e paraparë me legjislacionin në fuqi sa i përket rimbursimit të mjeteve mundësisht të shkurtohet, sepse po kalon një kohë e gjatë derisa qytetari po e merr përkrahjen nga niveli qendror sa i përket mjeteve që ligjërisht i takojnë dhe këto dëme të shkaktuara nga fenomenet natyrore. Po besojmë që niveli qendror në një të ardhme të afërt të veprojë shumë shpejt në mënyrë që mos ndodhemi para këtyre situatave në të ardhmen. Neve dim që kemi ndryshimet klimatike dhe këto fenomene nuk janë duke ndodhur vetëm në Republikën e Kosovës, po edhe në vendet e tjera, mirëpo nëse bëhet evidentimi i pikave kushtimisht të nxehta, cilat mund të kenë ndikim në zgjerimin e vështrimeve, atëherë duhet të reagohet. Në diga, në shtretërat e lumenjve, të ketë intervenime nëse ka nevojë edhe shtretërat e lumeve duhet të thellohen në mënyrë që kur të vijë sasia ujit
mos tjetë aq e madhe sa ka qenë në ditëve të fundit, dhe ka një mori iniciativa tjera të cilat duhet të ndërmiren në bashkëpunim nivelli lokal, nivelli qendror. Po besojmë se edhe nivelli qendror do të jetë më azhur në amandamentimin e këtij ligji, në mënyrë që kur të merr vendim kuvendi komunal, i cili është institucioni më i lartë apo organi më i lartë vendimmarrës në nivelin lokal, besueshmëria në nivelin qendror ndaj nivelit lokal të jetë më e madhe se sa që është për momentin. Kjo duhet të ndryshojë për shkak që qytetari do të reimbursohet më shpejt, do të ketë procedura më të lehta se sa që janë aktualisht. Neve po presim që ligjet cilat Asociacioni i Komunave të Kosovës në të kaluarën i ka kërkuar që të amandamentohen, dhe që ato ligje kanë qenë për amandamentim vitin e kaluar, shpresojmë që do të jenë në strategjinë legislative edhe për këtë vit. Një ndër ligjet kryesore për funksionimin e pushtetit lokal është ligji për financa lokale. Në projektligjin e fundit ka qenë paraparë në këtë dokument themelimi i grantit të 4 për investime kapitale, i cili nëse një grant i tillë themelohet, atëherë Ministritë e Linjës do të ndajnë ato mjete financiare në gratin e 4 dhe pastaj duke i marrë kriteret që është numri i popullatës dhe sipërfaqja e komunës, të gjitha komunat do të përfitojnë në mënyrë të barabartë. Gjithashtu në anën tjetër kemi edhe grantin për shërbime sociale në këtë dokument, dhe me themelimin e grantit për shërbime sociale, normal që komunat do të përfitojnë. Nëse themelohet edhe granti për shërbime sociale, atëherë komunat do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë, sidomos qendrat për punë sociale, të cilat nuk janë në një situatë lakmueshme. Në anën tjetër, kemi vërejtë që ligji për tatimin në pronë ka pas probleme sa i përket zbatimit të 1 nenit, sa i përket shkallës progresive të tatimit në pronë, dhe gjithashtu edhe ky ligj është paraparë vitin e kaluar të amandamentohet, po besojmë që do të jetë në strategjinë legislative këtë vit, po ka edhe një sër ligje, siç është ligji për prokurimin publik. Po çka është më e rëndësishme? Neve po shpresojmë që në fund të janarit, ashtu siç është zotuar dhe Komisioni Evropian, masat e padrejta të cilat janë vendosur ndaj Republikës Kosovës do të largohen në mënyrë që 10 miliona euro të cilat janë për momentin të pezulluara të jipen Republikës Kosovës, sepse këtu edhe komunat tona do të përfitojnë jashtëzakonisht shumë. Po gjithashtu edhe marrëveshja e planit për rritje, e cila është miratuar nga Bashkimi Evropian, pret miratimin e kuvendit Republikës Kosovës, ku aty janë me 100 miliona euro, dhe duhet teksohet që shumica e projekteve të cilat zbatohen në Republikën e Kosovës shkojnë nëpër komunat tona. Këto janë ato një varg gjërash, të cilat me themelimin e institucioneve qendrore, neve si asociacion do të lobojmë, do të avokojmë në mënyrë që komunat tona të përfitojnë.